Une, ndaj këtyne planeve, erdhëm shkoj, jo e kam kundërshtar politik, e tash zban me S'mund t'jeti mune gash për arsye se tani ka rastisur para certifikimit, para në mundësie, mund t'jetë një hapësire mirë për ta. Po, s'pe idealizoj, po nuk e pom na atë farë, që pa të ai talenti, nuk shkoj e leku. Na pom aty, prandaj thash mirë është kond, kur ti me shku aty, mirë kish bo, e kish ka përcy për te. Që bo një postimin, mirë i shkon, mi ju komve me shku me ndëru epopen e Dugaxhinit, ku ka rastis trimi mbi trimat, tjetë Ramush Haradinaj. Lideri i shlirimi. Zoti Goshi, me respekt, nëse mund dëgjohemi. Një familju edhe Shqipja e ti edhe e fillove me qitë narrativ. Ju po mundoni me i da një Ramushi i mirë i luftës dhe Ramushi i keq i mas luftës. Qësh mund tjetë një hero, edhe kërë protagonisti e popes të Dugaxhinit me 24 e tutje mas, ndër luftat ma të zot që i ka pas historia u qekesë dhe Kosovës, dhe pas luftës qenë ka qaq i keq, so që s'po bëj ka tash me shku mja po sytë. Dhe, ti e the do më onë që duhet t'i japet gjithë krejt të roli ti në luft, për mas lufte do më onë ka dalë se pas ka bo hatonaj. Kjo është interpretimi yti. Që ka qatë personazh negativ, so ti nuk e the Shqipja, nuk lidhet tha me anin e ti e popeja. Mendimi, me sa Zoti Sadiku, une nuk i ndërhyjnë as njonit i ndërgjoj me vëmendje maksimore. Ose kanë jo konsekuenca, ose kanë kundërthonje brenda mendimit vet, ose s'po më me kuptu ndryshe. Nuk ndohen Ramushi i luftës me Ramushin e politikës? Nuk ndohen, ajo një person unik. Po Ramushi, jo. M'falni. Pret, vetëm pak. M'falni. Ramushi i luftës i takon gjithve. Qysh mund... Këtu me një televizion e kum pas po një eksponent të LPK-s njëherë të thonë janë dy NV-eve, NV-i i minjë i Kosovës dhe NV-i i keq i Shqipnisë. Lutëm. Njeri është unik në unicitetin e ti. Amo veprat si janë unike. Edhe njeri gjykot dhe për shkak vepra. Qa vepra gjyku? Qeverisjen. So gjyku qeverisjen, ti... Qeverisjen super mirë, qaj ka mungu? E gjetet sonde me kalzu për Allah? Jo, nuk po flasim... Ndoja e herojve të luftës, tont dhe tyne. E para. E dyta, Ramushi i mirë i luftës dhe i keq i mas luftës. Dhe e treta, eksponent që tentojnë me përfitu si cila parti dhe me ki pas ka njërë të vetë luftës këtu, është mas pozicionet mas këshia i ka LDK-ja. Duhet me thonë hapun. Unë jam eksponent shumë ma ofër qëllimeve ose liberal demokracisë që e promovon LDK-ja. Por nuk mund t'i kemi na herojtun e ata tyne. Qartë, dhe kjo është e vërtetë shumë. Dhe unë menoj që edhe të baba i Zotit Thaçi, edhe në epopejnë në Dugaxhinit mungesa LDK-s është e pa justifikueshme. Jo, ka qenë LDK-ja të baba i Thaçit. Ishte Isa Mustafa, Lutfi Aziri... Nuk është LDK-ja, jo. Lutfi Aziri... Unë e marrë LDK-n që është linja zyrtare LDK-s... A linja zyrtare të